Gjatë vitit 2025, zyrat juridike në Gjirokastër kanë marrë një numër të konsiderueshëm kërkesash për asistencë ligjore nga qytetarët. Çështjet që kanë dominuar janë pronësia dhe divorcet, duke reflektuar konfliktet mbi pasuri, trashëgimin apo marrëdhëniet brenda familjeve. Atëherë nga praktika e ndjekur gjatë vitit 2025, rezulton se në gjykata kanë dominuar çështjet me karakter familjar, si divorcet, kujdestari i fëmijësh, çështjet civile që lidhen me detyrime midis palëve, si edhe një numër i konsiderueshëm çështjes të nivelit të mesëm. Janë proces që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Juristët bëjnë me dije se divorci shoqërohet shpesh me mosmarrveshje për kujdestarinë e fëmijëve dhe ndarjen e pasurisë, ndërsa çështjet e pronësisë lidhen me dokumentacionin dhe pretendimet mbi tokat apo banesat. Një pjesë e madhe e këtyre çështjeve përfundon në gjykatë, duke treguar se zgjidhjet jo formale nuk mjaftojnë për të shmangur konfliktet. Çështjet më të shpeshta që lidhen me pronësinë që shkojnë në gjykat janë çështjet që lidhen me trashëgimin, me ndarjen e pasurisë midis familjarëve, me mbivedosjen e pronave dhe me dokumentacionin e vjetër ose të paplot. Shumë procese nisin sepse mungon një zgjidhje e qartë mes palëve dhe kërkon një sqarim juridik për të përcaktuar të drejtën reale të pronës. Ka qenë më i lartë numri i divorceve në vitin 2025 në krahasim me vitet e kaluara, por ajo që lë përshtypje të mira për ne, domethënë juristët e studit ligjore, është që palët, domethënë çifti, ndahen tashmë me marrëveshje midis tyre. Nuk ekziston më ajo procedura e gjatë dhe pak e sikleshme në dyert e gjykatës. Atje përsëri ata me një marrëveshje midis tyre përcaktojnë një afat se kur do të jetë për fëmia me njërin prind dhe kur me prindi tjetër. Në rastet e shumta, dominuese është vetëm me maman, me prindin nën. Fëmia dhe i atje takon në fundjavë apo për raste festash, në raste të caktuara kur e përcakton gjykata apo kur e përcaktojnë vetëm me marrëveshje midis palëve. Autoritetet ligjore në Gjirokastër theksojnë rëndësinë e informimit dhe ndërmjetësimit për qytetarët, me qëllim zgjidhjen paqësore të mosmarrveshjeve dhe shmangjen e proceseve të gjata gjyqësore. Institucionet vijojnë të ofrojnë asistencë të plotë ligjore duke garantuar mbrojtjen e të drejtave dhe zbatimin e ligjit për çdo qytetar.